إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. Fillimisht hamdi dhe falënderimi takojnë Allahut të madhëruar, krijuesit suprem të gjithë njerëzisë, krijuesit të gjithë botës, gjithçka ka në qiell e në tokë. Përshëndetjet dhe salavatet ja dedikojmë shpirtit të nderuar Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, unë në fillim do të përmendi hadithin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, ku transmetohet nga Imam Ahmedi rahimahullah, mëshira Allahu qoftë mbi të, ku thot se kush nuk falënderon të paktën nuk ka falënderuar edhe të shumtën, edhe kush nuk falënderon njerëzin nuk ka falënderuar as Allahun. Ashtu që ti falenderojmë Allahut subhanahu wa ta'ala, ti falenderojmë njerëzis që t'ja arim atë të cilën e kërkon Allahu nga ne si robërt e tij. T'ja arim asaj të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala nëpërmjet fjalëve të tij të Kur'anit edhe nëpërmjet fjalëve profetike të Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam na udhëzoi, na drejtoj dhe na mbarsoj në rrugën më të drejtë dhe më të sinqertë të Kur'anit dhe të vetëm në rrugë të dinit të Allahut të Islamin. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë se ashtu si çdo fillim ka edhe mbarimin e vet. Në fillim të muajit të Ramazanit shumica e gjithë hoxhallarëve përmendën fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala duke përmendur dhe thonë: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin al-huda wal-furqan. Dhe ajetin tjetër: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Këta ishin dy ajete kuranore të cilat zakonisht deri në përfundim të muajit të Ramazanit do të përmenden. E para, ya ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar të cilët keni besuar, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ju është bërë obligim agjërimi Ramazani ashtu siç ju bën obligime edhe atyre të cilët ishin para jush. Edhe fjala e dytë ku Allahu përmend dhe thot: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj i Ramazanit i agjërimit është muaj i fillimit të shpalljeve të Kur'anit, shpalljeve të fjalës së Allahut, fjalëve të Kur'anit, të cilën ishin udhëzuesi jonë më i mirë në këtë qiell i cili ekziston dhe ku ekzistojmë tash ne e me radhë. Mirë po, ne duhet të përqendrohemi në atë se ashtu siç përmenda dhe thash se çdo fillim ka mbarimin e tij. Edhe toka të cilën e ka krijuar Allahu, ku Allahu thotë lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. I lartëmadhëruar qoftë Allahu, krijuesi vetëm
i cili është në tokë dhe në qiell. Ashtu si ka krijuar Allahu tokën, ashtu si ka krijuar qiellin, nënkuptohet se Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar vendimin e tij se kur ajo do të përfundon. Ka caktuar vendimin e tij se kur do të shkatërrohet ky qiell dhe kur do të shkatërrohet kjo tokë. Ashtu si njeriut i dha jetë që të lindë, të jeton, nënkuptohet se ja dha edhe përfundimin e jetës së tij. Ashtu si çdo fillestari i cili fillon në radhë të parë të mësohet nga prindrit e tij, shkronjat e para të alfabetit të gjuhës tonë dhe alfabetit të Kur'anit, të Islamit, nënkuptohet se Allahu ja mundsoi që të lexon, të mëson, të bëhet i ditur, të shkon në fillore, të shkon në të mesme, të shkon në studime fakultete dhe të arrin deri në akademik, por prap ajo një ditë do të përfundon. Edhe këti muaj Allahu subhanahu wa taala ja caktoi nga 12 muaj një muaj të veçantë e cila quhet muaj Shehru Ramadan, muaj i Ramazanit, muaj i agjerimit. Do të thotë Allahu subhanahu wa taala si çdo fillim ka dhënë edhe mbarimin e tij. Do të thonë nga 12 muaj Allahu dhuroi një muaj të veçantë, muaj të Ramazanit, muaj i devotshmërisë, muaj i përkushtimit të njerëzve ndaj Allahut subhanahu wa taala, muaj në të cilën njerëzia gjithmonë do t'i përkushtohet më së shumë në këtë muaj të veçantë Allahut, dinit të Allahut dhe fjalës së Kur'anit, librit të shenjtë të Allahut. Do të thotë gjithçka sillet dhe mshtillet prap vjen të përfundimi në të cilën ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Filloi muaji i Ramazanit gjatë 10 ditëve. Erdhëm në mesin e muajit të Ramazanit, por për fat të mos them fat të keq, pasi që ajo është caktim nga Allahu subhanahu wa taala, dhe ajo është matematikë e cilën e ka bërë Allahu dhe askush tjetër post tij. Do të thotë edhe 10 ditë të fundit të muajit të Ramazanit janë ditë dhe natë në të cilën Allahu kërkon një përkushmëri më të madhe prej robërve të tij. Kërkon një devotshmëri më të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kërkon që gjithmonë ne të jemi të lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Edhe tash do të fillojmë nga ajeti të cilën e thash në fillim, për të cilën është ajet e cila e ka edhe kuptimin e fjalës të istikfarit edhe kërkimit faljes, apo taubes gjatë këtyre ditëve dhe neteve të fundit, kur Allahu subhanahu wa taala na drejtohet në fjalët e tij duke na thënë: Ja ejuhalladhina amanu, o ju besimtar, o ju robrit e mi të cilët ju krijova, tubu ila Allah, pendohuni para Allahut, taubetun nasuha, me një pendim të sinqert. Do të thotë Allahu kërkon nga ne gjatë tërë jetës, po se po, por gjatë këtyre neteve të veçanta, kur edhe Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam i veçoi dhe i dalloi me sahabët e tij, i dalloi me krijesat e Allahut subhanahu wa taala në një përkushmëri më të madhe, duke i bërë ibadet, duke i bërë lutja Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë taubja apo istikfari janë gjoja elementare për të cilën njeriu gjithmonë duhet ta ketë në lëkurën e tij. Gjithmonë duhet ta ketë të veshur në petkun e tij, edhe të zhveshet nga gabimet dhe mëkatet e bëra gjatë tërë vitit dhe në veçanti gjatë tyre 20 ditëve të muajit të Ramazanit. Pse? Të nderuar vëllezër, shumë herë kemi përmend dhe kemi thënë se Allahu subhanahu wa taala i mbyll dhe i fut në zinxhir cilën? Shejtanin. Mirë po,
njerëzit shejtan nuk ka shansa teorike që të mbillen. Njerëzit të cilët i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, edhe të cilët miren me lloj-lloj thashë thenme, me lloj-lloj trillime, me lloj-lloj dibete dhe ashtu me radhë, po edhe gjatë muajit të agjërimit Ramazanit, kur njeriu t'i shkon shkuma nga goja e tij, nën kuptohet se ai jo vetëm se nuk agjëron, jo vetëm se nuk mban Ramazanin të cilën e ka obligim, edhe është obligative, por ai miret edhe me trillime, me fjalë të kota, duke përgojuar njërin ndaj tjetrit, apo duke shku të bën fitin e njëri me tjetrin. Edhe pastaj çka ndodh? Ndodh përçarja, ndodh vrasja, ndodh hasmëria e shumë gjëra të tjera për të cilën nuk na ka hije as pak neve si besimtar apo si musliman. Nuk na ka hije as pak ne të cilët lexojmë Kur'anin dhe ne të cilën e kemi pranuar dinin e Islamit të Allahut, ku Allahu thot inna ad-dina inda Allahi l-Islam. Me të vërtet feja Allahut është Islami dhe ne kemi pranuar si din të Allahut dhe e kemi pranuar si realitet, atëherë nuk kemi asgjë tjetër çka të bëjmë përpos që të nënshtrohemi Allahut subhanahu wa taala. Të nënshtrohemi me istighfar, pasi që në një hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, duke thënë se kam dëgjuar të dërguarin Muhammed alayhi salatu wasalam, ku më së paktu 70 herë deri në 100 herë bante istighfar dhe kërkonte duke thënë astaghfirullah, 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 dhe Allahu azza wa jall që ta fal. Allahu me madhrinë e tij, edhe pse ishte i dërguar Muhammed alayhi salatu wasalam, të nderuar vëllezër, minimumi ishte 70 herë në ditë kur thonte astaghfirullah. Ndërsa neve fjala e tesbihut subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, ku duhet thënur ka 33 herë, na priton zemra dhe dora jonë që të thonë me gishtat e tona, por dalim, shkojmë nga xhamiat dhe as pak nuk e lartë madhrojmë Allahun subhanahu wa taala. As pak nuk kërkojmë nga Allahu atë të cilën e ka praktikuar Muhammed alayhi salatu wasalam. E mos vallë të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, ne si rob të dobët, si krijesë e dobët nga Allahu subhanahu wa taala, jemi nga ata të cilët e kemi definuar apo e kemi garantuar xhenetin që në këtë botë. Ajo është e sigurt që jo, pasi se xheneti ishte i sigurt vetëm se për ca sahabë të Muhamedit alayhi salatu wasalam, për ca njerëz të cilët jetuan në periudhën e Muhammed alayhi salatu wasalam. Andaj të nderuar, Allahu subhanahu wa taala në suratul Hud thot wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay. Thot kërkoni falje Zotit, pastaj pendohuni tek ai. Do të thot kërkojmë taube, kërkojmë falje nga Allahu subhanahu wa taala, edhe tek pastaj të shkojmë në atë pendim dhe në atë taubën e variantës apo thënjes së dytë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e zakonisht thot nëse doni që të jeni më afër Allahut subhanahu wa taala me pendim dhe me istighfar, pejgamberi alayhi salam na ka këshilluar të nderuar, duke qenë në ruku, duke qenë në sejdë, edhe duke qenë në bejnë të sejdëtejn, në ndërmjet dy sejdëve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, pasi që ta thoni fjalën subhana rabbiyal ala, thuani Allahumma rabbighfirli warhamni, Allahumma rabbighfirli warhamni, Allahumma rabbighfirli warhamni. O Zot, ti je falës, më fal mua. O Allah, ti je falës, më fal mua. O Allah, ti je falës, më fal mua. Do të thotë nderuar, gjatë sejdës nëse thuhet 3 herë, gjatë sejdës së 2-3 herë, 4 herë, nga 6, edhe plus asaj nëse i shtohet, edhe rukuja, edhe bejnë të sejdëtejn,
atëherë të nderuar, jemi munduar maksimalisht që t'ja arrim asaj të cilën e kërkon Allahu subhanahu wa taala nga ne, nga robërit e tij. Andaj të nderuar vëllezër, nuk duhet të harrojmë se Allahu subhanahu wa taala na ka përmend me shumë ajete kuranore, por gjithashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam do ta transmetojmë në një hadith kur transmetohet nga Anas radhiyallahu anhu, i cili përmend dhe thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam e kam dëgjuar vetëm me vesh të tij, të dërguarin Muhammed alayhi salatu wasalam duke thënë: Allahu ka thënë, o biri i Ademit, do të thotë o bir, o robi i Allahut, o biri i Ademit alayhi salam, derisa ti më lute dhe në mua më mbështetesh, unë nuk e humbi shpresën tënde. Derisa ti më lute dhe mbështetesh te unë, nuk ka gjasa teorike që asnjëherë të humbet ajo shpresë para Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, thot unë do t'i fali gabimet mëkatet, po nëse i bën nga toka deri në qiell, përpos shoqërisë Allahut subhanahu wa taala, përpos shirkut, në qoftë se i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, ajo nuk do të falet asnjëherë. Ndërsa gjitha sendet apo mëkatet tjera, Allahu është razi që të na falë. Të nderuar, a mos vallë nuk jemi të kënaqur, a mos vallë nuk kemi nevojë që të themi Allah subhanahu wa taala, o Allah, ti ngrem duart tona dhe të themi o Zot, na fal gjatë muajit dhe gjatë reneteve. Na fal pasi që ne jemi mëkatar. Transmetohet gjithashtu nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë 10 të fundit, do të thotë 10 ditësh dhe 10 netëshve të fundit, pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithmonë ju përkushtonte ibadetit më së shumti se sa çka ju ka përkushtuar gjatë jetës së tij. Edhe gjithashtu thotë se e shtrëngonte rrypin e tij, e shtrëngonte pejgamberi alayhi salatu wassalam rrypin që sa më shumë të jetë i forcuar në ibadet dhe adhurim dhe Allah subhanahu wa taala, dhe sa më shumë qëndronte balli i tij në sejdë. Të nderuar, nëse jo më shumë ta shfrytëzojmë rastin edhe të mos bëhemi hajduta, të mos bëhemi vjedhës edhe të namazit, por nëse jo më shumë, bara minimalisht në sejdë kur të jemi, kur ta themi fjalën Subhana Rabbiyal Ala, atëherë kur Allahu më së shumti është me robrin e tij, në ato momente kur njeriu, robi i Allahut, është ndërlidhur direkt me Allahun subhanahu wa taala, ta themi 3 herë ashtu siç duhet, nëse jo më shumë, nëse jo 3, 4, 5 dhe ashtu me radhë, por të mos bëhemi vjedhës të namazit, se kur bëhemi vjedhës të namazit, nëse një herë nuk na mundsohet dhe nuk e themi fjalën Subhana Rabbiyal Azim, nëse me gjithë fjalën e plot nuk e themi fjalën Subhana Rabbiyal Ala, atëherë ne kemi vjedh nga kush? Kemi vjedh nga atë të cilën na ka dhënë obligim Allah subhanahu wa taala, nga vetmja gjë namazi, e cila është shtylla thelbi kryesor. Pasi që vetë Muhammed alayhi salatu wassalam thotë se shahadetu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, të deklarojmë dhe të themi se Allah është një dhe s'ka tjetër post tij, wa anna Muhammadan Rasulullah, dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Edhe e dyta, wa aqimus salat, dhe faljen e namazit, janë shtylla baza elementare të njeriu. Janë shtylla apo bazë kryesore pa të cilën njeriu nuk mund që të jeton apo të frimon, të nderuar vëllezër. Andaj të mos e marrim për shaka, të mos e marrim për hajgare, se namazi është ndërlidhja e vetme e njeriut me Allahun subhanahu wa taala. E leximi i Kur'anit është ndërlidhja e vetme me robrin dhe Allahun subhanahu wa taala. Andaj të nderuar vëllezër, gjithmonë të përkushtohemi në atë të cilën e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Gjithmonë të përqendrohemi në atë taubën të cilën e kërkon Allahu subhanahu wa taala. Unë do të përmendi një shembull të Imam Ahmedit,
i cili në një ndodhi, duke udhëtuar edhe duke marrë një rrugë, e kap nata, edhe gjatë natës se nuk dinte ku të shkon, pasi që nuk ishte familjar Imam Ahmedi ati afër, edhe deshti të bën gosti në xhami të nderuar. Deshti të futen në xhami dhe ta bën xhumin e tij në xhami. Mirë po, ju pamundsuan nga siguria e xhamis, nga roja i cili e siguronte xhamin. Në ato momente insistoi Imam Ahmedi duke dashur që prap të hinë në xhami dhe të kryjnë ibadetin dhe lutjen e tij, edhe gjithashtu të pushon dhe ta zën xhumit, pushon pak në xhami. Mirë po, insistoi siguria, duke e ka për krau, pasi që nuk e dinte se për kanë bëhet fjalë, nuk e dinte se kush është Imam Ahmedi, e mori për krau të nderuar vëllezër edhe e nxori dhe e largoi larg nga xhamia. Mirë po, gjatë rrugës i mërzitur Imam Ahmedi e pa një buk pjeks, si që themi një furaxhi, një person i cili mirët me pjekin e bukëve. E pa Imam Ahmedin i mërzitur dhe i tha, a ka mundësi që ti të vish te unë do të bëj gosti. Unë do të çoj te shtëpia ime. Imam Ahmedi pranoi pasi që ishte mbrëmje e thellë, ishte mjaft vonë dhe i tha, mundet, nuk ka problem. Duke mos e njoft as bukpjeksi, po duke mos e njoft as Imam Ahmedi, pranoi njëri me tjetrin që të shkon në gosti, edhe pranoi Imam Ahmedi të shkon të personi apo të vllau i tij besimtar musliman. Mirë po Imam Ahmedi njiheshte me butësinë e tij, me qetësinë e tij, dhe nuk i bënte muhabet në shtëpinë duke e shiquar me sytë e tij dhe duke vetëm me pamje të sytë e tij ai të bën lutje për njeriu. Ndërsa bukpjeksi përderisa mirte brumin e tij të bën bukën të nderuar vëllezër, thonte astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Regullisht e përdorte këtë fjalë. E kapi mbrëmja prapë. Pa Imam Ahmedi se istighfarin edhe gjatë punës prapë nuk e linte. Edhe ju drejtua Imam Ahmedi duke thënë, a mund që ti u pyet diçka? Ju drejtua me fjalët e tij urdhëroni. Dhe për çfarë arsye e përmend këtë fjalën astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Ju drejtua bukpjeksi duke thënë, o vllau im, o robi Allah, unë kërkoj istighfar të Allah, dhe Allah gjithçka në jetën time mi ka pranuar. Gjitha dëshirat të cilat i kam pas, janë pranuar para Allah subhanahu wa taala. Pasi që njeriu kur i pranohet duaja, kur i pranohet tawbja, pendimi, istighfari, mund që ta forejnë në vetë të nderuar vëllezër. Ka qetësi shpirtërore, ka qetësi psiqike, ka qetësi gjatë kontaktimit me vëllaun e tij, ka qetësi edhe durim dhe sabër ndaj provokimeve të dikujt tjetër. Atëherë ata janë shenja apo tipare të cilat Allahu subhanahu wa taala ja ka pranuar tawbën, ja ka pranuar istighfarin. Atëherë i drejtohet Imam Ahmedi, a ka thot diçka që nuk u ka pranuar? Tha po, përpos një gjë. Tha çka është ajo gjë? Tha dëshira ime ka moshte, ka qenë që unë të takoj Imam Ahmedi. Apo shihni vëllezër të nderuar. Dëshira e tij ka qenë të takoj Imam Ahmedi. Gjithçka nuk ka pranuar. Mirë po dëshira për të takuar Imam Ahmedi jo. Atëherë Imam Ahmedi e shikon në sy dhe i drejtohet. Thot edhe kjo dëshirë të plotësuar. Ai po habitet në udhëtimin e tij duke thënë, si mendon? Thot Imam Ahmedi jam unë. Imam Ahmedi thot unë jam unë
vëllezër të nderuar, për atë person të devotshëm, çka ju ka pranuar gjithçka, kjo fjalë ka randuar pajegi me peshë të madhe. Se kur veç ju plotësua dhe dëshira e fundit, që të takon edhe Imam Ahmedin, atëre qohet dhe e përqafon, dhe thotë elhamdulillah, i falenderon Allah, që ma mësoj që të plotësohet edhe kjo dëshirë. Andaj të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, gjithë në fund unë do të përmendi edhe shembullin e Ibrahim Edhemit, i të cilën gjatë një udhëtimit i cili udhëtonte gjithashtu në Basër i cili është vend në Irak. Gjatë takimit me disa vëllezër të tyre, e pyetën për disa çështje, mirë po Ibrahim Edhemi pa disa përgjigje shumë të shkurtra dhe shumë të thjeshta, mirë po me një bagazh bajaki të madh. Ata përgjigje të cilat i dha ishin me një rëndësi shumë të madhe. E pyeti me një fjalë të tij duke thënë: O Ibrahim Edhem, se ai ishte njeri i shkatët, njeri i sinqert, njeri i devotshëm, njeri alim, i dishëm edhe ashtu me radhë. E pyetën Ibrahim Edhemin duke thënë: O Ibrahim Edhemi, ne e njohim Zotin se Allahu është një, s'ka tjetër post tij. Mirë po, çka është problemi që Allahu thotë neve nuk na ndihmon? Përgjigja e tij e shkurtër ishte: e njohim Allahun si krijues të vetëm të gjithçka ka Rabbul Alamin në tokën e qiellit. Mirë po, ne nuk shkojmë mbas asaj të cilën na kërkon Rabbul Alamin. Nuk i zbatojmë urdhrat dhe adhurimin të cilën na kërkon Allahu subhanahu wa taala. E dyta, thotë ne e lexojmë Kur'anin, mirë po nuk ndjejmë kurrë. Do të thotë me Kur'anin lexon po s'ka ndjenja asgjë. I drejtohet Ibrahim Edhemi duke thënë se ju e lexoni Kur'anin, mirë po kur e thoni fjalën a'udhu billahi minash shaitanir rajim, o Zot, më mbroj nga shejtani i mallkuar. Në kuptohet se nuk e thoni me zemër, po e thoni me një shpejtësi shkele shko. Sikur ta thoni fjalën që ta kërkoni mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, edhe t'ja filloni leximin të Kur'anit me fjalën Bismillahirrahmanirrahim. Në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, në emrin dhe mëshirën e Allahut, në kuptohet se atë do të ketë kënaqësi në zemrën e robërit të Allahut subhanahu wa taala. Do të ketë kënaqësi në qoftë se veshët tonë si besimtarë dhe musliman maksimalisht mundojnë që ta përcjellin personin i cili lexon Kur'an. Në kuptohet se atëherë Allahu subhanahu wa taala do të jetë më afër me atë lexuesin me atë i cili e dëgjon fjalët e Allahut subhanahu wa taala. E drejta thotë se ju thonë se shejtani i mallkuar është kundërshtar i ynë, pasi që është kundërshtar i Allahut subhanahu wa taala. Është kundërshtar i dinit të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, shkoni mbas rrugës së shejtanit. Shkoni mbas rrugës së djallit, pasi që shejtani mallkuar të nderuar vëllezër, të gjithë kanë një përfundim, ha? Edhe shejtani do të ketë përfundimin e vet. Mirë po, i fundit i cili do të jeton, do të jetë shejtani mallkuar. I cili do të jeton në një jetë më të gjatë për të gjithë, edhe prej pejgamberëve, edhe prej gjitha krijesave, edhe për gjitha robërve do të jetë shejtani mallkuar. Pse? Një gjë të tillë ka kërkuar nga Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu ja ka mundësuar. Por për çfarë arsye? Për të vetëm arsye që njerëzit t'i kthejnë nga vetja edhe të thotë që mos i kërkoni tokë Allahu subhanahu wa taala, po shkoni pas rrugës time. Pse? Pasi që njerëzit të nderuar vëllezër jemi bërë sikur ata të cilët marrin një limon, mirë po limonin nga jashtë shifet shumë me pamje të mirë, e verë, mirë po kur prejet,
brenda nuk ka lëng. Dhe nuk ka asgjë në brendësinë e saj. Të mos bëhemi edhe ne nga ata njerëz të cilët nuk ka as lëng, por ka vetëm se dyftësi. Ka dyftësinë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka mallkuar në ajete shumë të fjalët të tij, po një ndër ta është nga munafiqina fi darki al-asfali min an-nar. Do të thotë që dyftëshi apo munafiqët vendi i tyre do të jetë në fund të zjarrit. Edhe do ta citoj edhe fjalën e Allahut subhanahu wa taala gjithë në fund, kur Allahu subhanahu wa taala thotë: "Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada." Mos bëni nga ata të cilët i përkasin këtij ajeti kuranore të ndërmorëzor. Sa Allahu thotë fi qulubihim maradun, do të thotë në zemrat e tyre ja u kam bjerë shka një farloj smutje. Ja u kam shtjerë në një farë smutje. Fazadahum Allahu marada. Edhe ja u shtoj atë smutje në zemrat e tyre. Por për cilën? Për ata të cilët nuk i përkushton dinit e Allahut subhanahu wa taala. Për ata të cilët nuk i drejton Allahu me taube, me istighfar. Allahu subhanahu wa taala e kërkoi një gjë të tillë, pasi që edhe Aisha radhiyallahu anha thotë të nderuar vëllezër se pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë tyre netëve të fundit të 10 ditësh, ai gjithmonë e thotë një dua dhe lutje. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thot o Zot, ti je falës, e don faljen, andaj më falë mua. E pyetën Aisha nuk e thënë sa thotë diçka tjetër, thotë gjithmonë e përdor të këtë dua dhe këtë lutje. Por ne duhet të themi këtë fjalë: Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, dhe Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Do të thonë, më falë mua, por edhe na falë ne. Falë gjithë besimtarët, falë gjithë robët e Allahut, gjithë ata të cilët e thanë fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andaj gjithë në fund të nderuar vëllezër, i lutemi Allahu subhanahu wa taala që ta përmbyllim me këtë tauba, ta përmbyllim me këtë fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe të jemi nga ata të cilët do t'i nështrojmë dhe do t'i përkushtojmë fjalës së Allahut subhanahu wa taala, edhe do të shkojmë pas te vështërisë së Allahut subhanahu wa taala me pendim sinqer, edhe të jemi nga ata të cilët do të shpëtojnë kad eftar mu'minun, do të shpëtojnë ata besimtarë, edhe gjithë ata besimtarë të cilët i përkushtojnë dinit të Allahut, mbas këtyre fjalëve të Kuranit, mbas librit të shenjtë dhe mbas shembujve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj të marrim shembull nga Kurani, të marrim shembull nga suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, pasi që gjithë vëllezërit e tanë të cilët jetojnë këtë troje, jemi vëllezër, jemi besimtarë, të zgatim dorën njëri tjetrit, të pajtojmë, të vllazërojmë, ku ka nevojë më së shumti vllazëria e Islamit, të lidhemi në fjalën wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'dhkuru ni'matallahi alaykum. Të bashkëngjitemi në litarin e bashkëputur të Allahut subhanahu wa taala në fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kur të gjithë bota e gjithë globi është quar në këmbë për të shkatruar Islamin, për të dëmtuar besimtarët musliman, për të përçarë musliman, por ne duhet jemi të devotshëm, duke kërkuar istighfar, duke kërkuar pendim dhe duke kërkuar duke bërë ibadet Allahu subhanahu wa taala, që Allahu të na vllazëron, Allahu të na bashkon në fjalën e tij: innamal mu'minuna ikhwatun, të gjithë besimtarët janë vëllezër, të gjithë muslimanët janë vëllezër. Andaj t'ia shtrojmë dorën njëri tjetrit tash në fund të Ramazanit, në para bajrameve, para festeve më madhështore të dinit të Allahut subhanahu wa taala, edhe të ndihmojmë njëri tjetrin, të shikojmë ku janë ata të varfër, t'ia japim hakun atij të varfër edhe t'ia japim hakun gjithkujt të cilën kërkon Allahu subhanahu wa taala. Gjithë në fund, më bëre Allah